Jo, nëse mund e mund neve thjesht na mungon ndoshta çaj vetbesimi që e ka çaj influencer, jo profesionalizmi që e kemi. Është më shumë gura, thojnë. Çashtu është. Po, është shumë e vërtet. Tani unë mendoj që kjo epoka e rrjeteve sociale, TikTokut, Instagramit ka bërë revolucion jo vetëm në Kosovë, po në krejt botën. Po çka unë kam pa një dallim në Kosovë prej vendeve ndryshme të botës kudo që kam udhëtu, është që nuk është vëmendja qaq e madhe tek rrjetet sociale në arenë ndërkombëtare siç është në Kosovë. S'kan kohë më njerëzit fiks edhe nuk kanë kohë. Domethënë është vëmendja tek fotot, që po flas për çështjet zyrtare, për konferencat ku unë shkoj. Është vëmendja tek fotot patjetër, domethënë të bërja një foto e me një president, kryeministër. Po nuk është vëmendja me postu me njëherë në rrjetet sociale, ose vëmendja tek lajkat siç është në Kosovë. Në Kosovë sa më shumë lajka që ki, aq më VIP. A bën vakia kur gjusë është puna jote. Kur gjusë është puna jote, bën vakia atë gjithë. Pastaj, jo, ka edhe original, ka edhe shumë të blerë. Pa tjetër që po, followers, likes e gjëra tilla, po ka edhe shumë original, si që po thot Alberti. Do me thënë, jemi në këtë tranzicion të rrjeteve sociale, ku vëmendja tash për tash është aty. Do me thënë, nuk ka rëndësia, aftësia. Unë jom shumë idhëtare e aftësisë. Jom shumë idhëtare e produktit e përmbajtjes, jo e lajkave. Sepse në fund të ditës, nuk është që lajkat të arrisin për mu, nuk të arrisin rëndësinë. Po, sepse ju përfitoni monedha në këtë rast. Përfitoni paroa për shkak të klikimeve. Ndoshta prandaj dhe është aktuale. Gazetaria informative është e nevojshme, po gazetaria infotainment ta jep rrogën në fund të muajit. Edhe është realitet që ti nuk e ke çore nesër me thirrni influencerë, me bëni temë viral, e me bëni një diçka që është pa kontroverse, po nëse të merr shumë views, atëherë ti si gazetor edhe edhe influencerit ka dallim. Sepse jom shumë pro me uftu që po thuti me bëni temë për me të bo virale, po edhe influenceri prej influencerit ka dallim. Tash s'po du me ime përmend me emra, disa personalitete kuti që ne i kemi bët famshëm, që ata veç personalitete s'kan qenë, s'po du me folë me emra. Dhe ka të tillë që janë ndoshta influencer, është tiktoker, mirë po ka